Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, kado që jeni duke na ndjekur. Pra jemi në programin tonë me Xhlisi i së hënës me Dr. Flamur Sofiun. Dr. Flamur, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë se u gjetëm. Në emisionin e fundit kemi folë rreth Imam Malikut dhe medhhebit të tij apo metodologjisë trajtimit të dispozitave juridike, dërsa sot të ndalemi tek Imam Shafiu radiallahu anhu dhe medhhebi i tij. Atëherë, Dr. Flamur, kush është Imam Shafiu? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Imam Shafiu është një prej dietarëve kolosal më i madhi që e njeh në historia e muslimanëve në tokë. Imam Shafiu, emrin e ka Muhammed i biri Idrisit, Shafiu është ajo një lloj kunje apo lloj llagapi që i thon Imam Shafiu si çdo kujt. Imam Shafiu ka lind në vitin 150 Hijri dhe ka jetuar në një moshë 54 vjet më tepër jo, por ka qenë njëri prej themeluesve të medhhebit Shafi dhe njëri prej dietarëve më të mëdhenj të Islamit. Jeta e tij është interesant. Imam Shafiu lindi në Gaza, nga se nëna e tij ka qenë e martuar në Gaza apo në Palestinën e sotme, dhe babai i tij thuhet në histori, disa transmetime tregojnë që ka vdek ende pa lind Imam Shafiu, disa janë të mendimit, disa janë që ka lind në moshën shumë të re të Imam Shafiut. Por sido të jetë nëna e tij pas vdekjes së bashortit detyrohet të kthehet tek familja e vet në Mekë, nga se Imam Shafiu, nona Imam Shafiut është e fisit Kurejsh, domethënë fisit nga i cili ka qenë edhe Muhamedi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. E pra i bjerë që në moshën e re apo në vegjëli, Imam Shafiu bashkë me nonën e vet shpërngulën në Mekë, ku Imam Shafiu si i ri në moshë shumë të re, thuhet moshën shumë të re ka mësuar përmendësh Kur'anin dhe ka filluar të mësoj hadithe dhe Kur'anin shumë nga mësuesit dietarët e Mekës në atë kohë. Pra, si i vogël, të gjithë ata dietarë që e kanë mësue, kanë pa një zgjuarsi të veçantë tek Imam Shafiu. Atëherë, cila është rruga e dijes, pra ku mori dije Imam Shafiu radiallahu anhu? Te Imam Shafiu radiallahu anhu është një veçori e veçantë të ky, përveç që ka qenë shumë i aftë, ka pas mendjen shumë të shëndosh, inteligencën shumë të lartë, ky ka pas një fat të jashtëzakonshëm. Ka marrë mësim nga dy shkollat kryesore të asaj kohe, ka marrë mësim nga Imam Maliku rahimahullah, i cili ka qenë dietar i Medinës, edhe tek ai ka shkuar në mënyrë të veçantë të merrë mësimet nga Imam Maliku, mandej është largue në kërkimin e dijes dhe ka shkuar në Irak, në qendrën Bagdad dhe Kufa, aty ku ka qenë qendra e dietarëve Hanefit, dhe një kohë të gjatë ka marrë mësime nga nxënësi i Ebu Hanifës rahmetullahi alayhi, nga nxënësi Muhammed Shejbani. Dhe tek ai, sidomos te Muhammed Shejbaniu, ka mësuar fikun dhe më vonë të përmendim usuli fikun, shkencën, jurisprudencën e veçantë, metodologjinë e veçantë të dijes së shariatit. Atëherë, nëse mund të themi në cilat fusha ka qenë kontributi i tij i theksuar? Mas pari, para se të përmendim kontributin, duhet ta kemi një gjë të qartë. Imam Shafiut i u dha mundësia që të ketë kontribut të veçantë për një shkak, se bëri bashkimin e dy shkollave. Shkollës së hadithit që njihet nga ana e Imam Malikut radiallahu anhu dhe shqyrtimet, mendimet, përdorimin e kiasit që e përdorin më shumë medhhebi Hanefi. Dhe këto dyja i kanë mundsuar Imam Shafiut të ketë një kontribut të famshëm, një kontribut të jashtëzakonshëm që ndoshta nuk ka mundësi me u përsërit në histori ato që i ka bëjë Imam Shafiu. Dhe kontributi i tij veçohet në dy vepra tjetër të njohura. Vepra e parë është që është një lloj broshure e njohur në historinë e jurisprudencës islame si Ar-Risalatu, libër e cila është marrë me usuli fik, gjithsesi është marrë me metodologjinë e jurisprudencës islame. Librin të cilin e shkruan Imam Shafiu Ar-Risale është krejtësisht
indikuar nga shpjegimet e dietarët të njohur Muhammed Shejbanit rahimahullah, domethënë nxënësit e Abu Hanifës. Mirë po Imam Shafiu kontributin e jep për shkak se në historinë islame, gjithsesi në historinë e studentëve islame, nifet si personi i parë që e shkruan lendën e usul fikut në libër. Tash ka diskutime në mesin e dietarëve. A është Imam Shafiu i pari që ka shkruar librin? Po, në realitet ka shumë mendime, ka shumë transmetime që është Imam Ebu Jusufi i pari që ka shkruar. Dhe nuk dyshoj që ka shkruar Imam Ebu Jusufi, por fati është që librin, që atë broshur apo atë libër që ka shkruar Imam Ebu Jusufi nuk e kemi në dorë tona. Deri sot ende nuk është zbuluar. Nëse një ditë do të vjene dhe do të delë në shesh ai kontributi i Imam Ebu Jusufit që përmendet, atëherë do të ndrojmë mendimin, do të thomi se i pari që shkroi libër është Imam Ebu Jusufi, por realisht deri tash nuk kemi në dorë, ka mbet libri Imam Shafiut si dokument i gjallë që argumenton se Imam Shafiu është i pari që e vendosi shkencën e usul fikut në libër. Mos keq kuptohemi, mos mendojmë se i pari që e njofti shkencën. Jo, shkencën e usul fikut e muar dhe e mësoi nga nxënësi e Abu Hanifës, por ky është i pari në kontributin e vet që e vendosi në shkrim këtë libër shumë të rëndësishëm në shkencën e usul fikut. Po ashtu kontributi i tij i jashtëzakonshëm përveç në jurisprudencën e metodologjinë e studentëve islame të usulit, nifet edhe në shkencën e fikut që e ka të shkruar librin e tij të njohur. Këtë bota islame e njohin me emrin El që është libër i cili përfshin të gjitha rregullat e fikut Shafi në atë libër. Atëherë kthehemi te medhhebi i tij, cilat janë karakteristikat e medhhebit të tij dhe ku është i përhapur apo ku praktikohet medhhebi Shafii. Karakteristikat e medhhebit të Imam Shafiut janë se përmendëm më herët se ka bërë bashkimin e mes medhhebit të hadithit, gjithsesi dijes së Imam Malikut dhe dijes së Imam Ebu Hanifës, dy medhhebeve, dhe me anë të këtyre dy komponenteve ka arritë të nxjerrë një medhheb të bazuar më shumti në tekste, në hadithe, por ajo që e veçon se ky e ka shpjeguar dhe e ka veçuar dhe i ka ndihmuar dhe medhhebet tjera në mënyrën dhe metodën e komentit, nxjerrjes së normave të shariatit nga burimet e shariatit. Edhe si medhheb është i njohur dhe i zhvilluar dhe i përhapur më shumti në Egjipt, nga se dihet se jetën e tij, fundin e jetës së tij ka kaluar në Egjipt, është i përhapur në Siri, ka në Yemen, në Indonezi thuhet se gjithë janë mezhebi Shafii, Malezi, në Afrikën lindore, ka edhe në disa pjesë, ndoshta mund të thomi të Turqisë, mund të ketë një përqindje të vogël të mezhebit Shafiit përhapur, por në përgjithësi do ta dimë se mezhebi Imam Shafiut shtrimin e vetë ka më shumti në Egjipt, në Siri, Indonezi, Malezi dhe në Yemen. Atëherë thuhet se Imam Shafiu vdekja e gjeti herët, pra vdiq në moshë të hershme, por në anën tjetër kontributi i tij llogaritet se të kalon standardin e një shkencëtari i cili ka jetuar gjatë, themi ashtu. Është shumë e saktë se Imam Shafiu rahimahullah radiallahu anhu jetoi pak, por la shumë. Domethënë, ata që merren me shkencën edhe dijen e fikut dhe usuli fikut, kur e shohin kontributin e Imam Shafiut, të gjithë dorëzohen dhe bindën se vërtet ka qenë një lloj mirësie, një lloj begatie e Allahut që në një moshë kaq shkurtër të leje kaq punë të madhe dhe të leje kaq vepra të mëdha Imam Shafiu. Ka vdek në moshën 54 vjeçare, që i bjerë në një moshë bashkë kur ne mendojmë që në këtë moshë fillon me u zhvillue intelekti dhe forca e dijes, ky veç atëherë ka përfunduar. Dhe me këtë kalon një kontribut të madh, vdes në këtë moshë i ri, përmendet në për libër, nëse mund ta përmendim, vdes nga hemoroidët për shkak të udhëtimit, është shkaktuar gjakderdhja dhe në atë kohë dihet se nuk ka pas shërim kjo smundje dhe Imam Shafiu përmendet se u largue prej kësaj bote nga smundja e hemoroidëve në moshë të re, por kurrë i harrueshëm dhe një dietar, një kolosal i madh që nuk besoj që përsëritet më në historinë e njerëzimit. Gjithashtu për Imam Shafiun thuhet se përforcoi rolin e sunetit.
A mund të na konkretizoni se si do të kuptohet kjo? Kjo do të kuptohet, po e përmendi prapa ato. Mësimet që i morë te Imam Maliku dhe mësimet që i morë te Imam Muhamedi, këti i dha një farë force të njohjes së çështjeve në dy anët. Dhe kur erdhi në Egjipt, atëherë patë më shumë mundësi të takohet me shumë hadithe, të merr njohuri të haditheve, që ka pas mundësi ato hadithe mos kenë qenë të njohura në Irak. Dhe kur vjen ky në Egjipt, has më shumë hadithe, se ka pas edhe prej sahabëve që kanë dhënë dije dhe kanë shpërndarë dije në Egjipt, dhe në këtë mënyrë ky e përforcon më shumë mbështetjen në tekst, në hadithe të sakta, autentike, duke i lënë mendimet dhe kiasin anash, nëse ka hadith të sakt, ka hadith fuqishëm në argumentim, atëherë ky gjithmonë i ka dhënë përparësi kësaj, dhe kjo ka botë njohur si mëdhëb i cili vërtet i ka dhënë forcë metodologjisë së njohjes së hadithit, metodologjisë së shpjegimit të hadithit, nxjerrjes normave. Kjo ja ka mundsuar kalimi i tij prej Medine në Egjipt, në Kufa në Irak, e pastaj në Egjipt, dhe këto lëvizje, këto marrje dijesh në 3 vende, këti kanë mundësuar që me qenë i atill që me mbrojt idenë, me mbrojt metodologjinë e tij, që me i dhon përparësi hadithit sakt përpara çdo mendimi tjetër. Me që përmendët librin e tij si i pari Risale, pra Saadi është libër që trajton çështjet e usuli fikhut. A mund të na thoni konkretisht se ç'është usuli fikhu, ndoshta është e rëndësishme për dëgjuesit tanë, dhe si është ndërtuar ose si është përmbajtja e librit të Imam Shafiut radhiyallahu anhu? Usuli fikhu është një shkencë e cila në vete i ka të gjitha rregullat, metodat, mënyrat se si më arrit me kuptue ma thjesht nxjerrjen e normës nga Kurani dhe Suneti. Me një fjalë ma konkrete për dëgjuesit. Usuli fikhu është një lloj çante e cila në vete i ka të gjitha mjetet për mi ndihmuar dietarit apo mjeshtit me punu një çështje. Për shembull, dietari e ka usuli fikun me vete, i ka të gjitha mjetet për me hyrë në Kur'an, me hyrë në hadith, me nxjerr normat, rregullat pa bodom dhe me i kuptuar qartë. Kjo është usuli fiku që i mundson studiuesit. Ndërsa Imam Shafiu, rahmetullahi alayhi, radhiyallahu anhu, kur e shkroi librin e vet Er-Risale, që të gjithë dietabile Fakhruddin Ar-Razi, një prej dietarëve të mëdhenj, ka thonë, Imam Shafiu ka kontribuar në shkencën e usuli fikut, sikur që ka kontribuar Aristoteli në shkencën e logjikës. Domethënë ka vendosur bazat, themelët, dhe në këtë libër i ka përcaktuar, fjala vjen në fillim, cilat janë burimet e shariatit. I ka përmend shpjegimin e tyre, kuptimin e tyre. Mandej ka kapitullin tjetër, çish me arrit me nxjerr vendime dhe norma prej burimeve të shariatit. Dhe me një farë mënyre, edhe pse është broshurë, e cila tash mund të jetë libër shumë i madh se ka komente të shumta, Imam Shafiu rahimahullah me këtë libër ja mundsoi çdo studiuesit të jurisprudentës islame që me arrit, me mësue dhe me studiue mënyrën dhe metodën se si me kuptu Kur'anin dhe Sunetin drejt, që edhe nëse gabon studiuesi gjatë këtij studimi, ajo është njeri, çdo njeri është i gabueshëm, askush nuk është i mbrojtur prej gabimit, mirë po, kur merret vendimi sipas ijtihadit që e bën një studiues, edhe me gabu ka një sevap, mirë qëlluj ka 2 sevap, 2 shpërblime që i bjerë, na si xhamatlinje, na si mas e përgjithshme, duhet gjithmonë më mirë ta ndjekim një ijtihad të dikujt të gabuar, sesa një mendim të dikujt që s'është mushtehid. Atëherë, a ka ndikim metoda ose trajtimi i çështjeve fetare dhe metodologjia e Imam Shafiut tek mëdhëbet tjera? Kjo është interesante. Imam Shafiu rahimahullah me punën e vet, me angazhimin e vet, me kontributin e vet që ia dha në usuli fik në veçantë, kanë ndikuar te 4 mëdhëbet.
Të gjithë dietarët e mëvonshëm, qofshin Hanefi, qofshin Malikit, qofshin Shafiit, qofshin Hanbelit, janë ndikuar nga dija dhe metodologjia e Imam Shafiut dhe shumicën e rasteve kur kanë dietarët e kohës kanë dashur të bëjnë ndonjë shpjegim, ndonjë ijtihad, ndonjë analizë, ndonjë fetva, gjithmonë thuajse janë kthyer te Imam Shafiu. Që i bjer se Imam Shafiu tash është një lloj drite që ju jep rreze 4 mëdhëbeve të dietarëve të mëvonshëm. Domethënë mas vdekjes Imam Shafiut, të gjithë dietarët e 4 mëdhëbeve gjithmonë referencën bazë kryesore në shpjegimin e çështjeve të fesë e kanë pas patjetër dhe e kanë patjetër më kthye te libri Imam Shafiut dhe metoda e tij. Pra, ka 2 periudha të mendimit juridik të Imam Shafiut. A mund të na konkretizoni? Kjo është interesant. Janë këto 2 metoda, këto 2 periudha, si veçohen ato? Po shihet që Imam Shafiu thuajse në çdo moment tjetër ka pas diçka të veçantë. Edhe ky interesant sa ka qenë në Kufa, në Irak, në sotëm, në Bagdad, ku ka marrë dije për dietarëve më shumë të mëdhëbit Hanefit, por të kuptohemi, ky ka marrë dhe dije të mëdha dhe dije të larta në Kufa dhe në Bagdad prej dietarit Dhakia bin Jarrah, që ka qenë mësuesi kryesori Imam Shafiut dhe dietari kryesori hadithit në Irak. Ka marrë dije të mëdha. Andaj ky sa ishte në Irak interesant ka arrit me dhonë mendimet e veta. Në mesin aty në dietarëve të mëdhenj, ky ka qenë njëri prej tyre që ka dhënë fetva. Ka dhënë shpjegime, ka formuar një lloj mëdhëbi të vetin të mendimeve dhe shpjegimeve desa ka qenë në Irak. Mandej me kalimin e tij prej Irakut në Egjipt dhe me ndrimin e ambientit, jetës, me takimin me shumë dietar tjerë në Egjipt, ky fillon të formojë një mëdhëb tjetër të ri në Egjipt, që i bjerë mendimet e tia që i ka dhonë në Irak, fetfat dhe ijtihadin që i ka bonë në Irak, filloi me dhonë mendime dhe fetfa ndoshta të kundërta prej atyre që i ka dhonë në Irak dhe kështu filluan munda mendimet e tia, mëdhëbi apo mendimet e tia të hershme, të vjetra që i ka dhonë në disa ishe në Irak dhe mendimet e reja që i jep në Egjipt, sepse rrethonat jeta në Afrikë dhe jeta në Azi kishte dallime dhe normalisht dihet se rrethonat, vendi, koha i ndryshojnë edhe metodat e shpjegimit, i ndryshojnë edhe fetvat, edhe mendimet dhe Imam Shafiu e bëri këtë veprim, i ndroi disa fetva, megjithse mëdhëbi i sotëm Shafi është i bazuar thuajse krejtësisht në mëdhëbin e ri që ka vendosur Imam Shafiu. Por a ka mendime të mëdhëve tjetër? Po ka. Dhe kanë ndonjëherë ka prej dietarëve të mëdhenj të mëdhëbit Shafi që e kanë lënë mendimin e mëdhëbit të ri dhe e kanë marrë për bazë mendimin e mëdhëbit të vjetër. Edhe kështu pra po shohim se kemi të bëjmë me një person i cili ka ditë të gjej fleksibilitet, lëvizje, të gjej lidhje, të gjej zgjidhje për çdo çështje, varet për rrethonave dhe vendit ku ka jetuar. Dhe ky mëdhëb për këtë shkak ka vlerë të madhe dhe ka përhapje të madhe në botën islame. Kjo çështje e cilën tash e trajtova me shtin ose me zgjon interesin të mendoj, derisa Imam Maliku, një dietar, domethënë brenda kohës së tij ka qenë fleksibël dhe ka bërë një gërshetim të çështjeve apo të metodologjisë së tij, çfarë do të thotë kjo për ne? A duhet që ne të bazohemi në aspektin klasik të ndjekjes së çështjeve fetare? Apo ndoshta mos është nevoja që ato të jemi pak më fleksibël edhe ne që të janë në përputhshmëri me rrethonat dhe kohrat në për të cilat ne jetojmë. Rregulli i njohur në shariatin islam është parim deri në kiamet. Islami është fe e përshtatshme për çdo kohë dhe për çdo vend. Salihun li kulli makan wa zaman, është i përshtatshëm, i përgjigjet çdo kohë dhe çdo rrethone. Andaj ne duhet t'i përgjigjemi çdo rrethone dhe çdo kohë, ama duke mos kaluar dhe dalë prej binareve dhe rregullave dhe metodave që i kanë vendosur mujtahidët në nxjerrjen e fetvave. Nëse ne zguxojmë kur me thonë se zguxojmë me thonë fetfan këtë fetfat janë të ndryshme në kohën dhe rrethonat që vijnë.
Edhe fetvat mund të ndryshojnë prej momentit në moment. Para 10 viteve jepet një fetva ndryshe, mas 10 viteve jepet një fetva ndryshe. Për shkak se janë çështje dytësore të cilat kanë mundësi me ndryshime. Andaj neve na mbetet që t'japim përgjigje, të merremi me përgjigjet e kohës, të përgjigjemi çështjeve dhe rrethonave ku jetojmë, ama asesi me dal prej binareve të metodologjisë e jurisprudencës që kanë vendosur mushtehidet asaj kohe. Thuhet që Imam Shafiu kur parafërsisht përfundoi themi ashtu studimet e tij dhe kur deshi të kthehet në vendlindje, ju ofrua atij pasuri që të marrë me vete për shkak të aftësive të tij dhe të arriturave të tij themi ashtu shkencore, dhe ai natyrisht që bëni një konsult me nënën e tij dhe përgjigjja e nënës së tij ishte negative se të kam dërguar të marrësh dije jo pasuri. Kjo ka qenë edukata e aty në nonave që i kanë lindë këta njerëz të mëdhenj. Thuhet se të çdo prej dietarëve të mëdhenj kanë pas një nonë të veçantë. Edhe Imam Shafiu ka pas nonën e vet shumë të veçantë, sipas asaj që tregon historisë, sa më rëndësi, sa më saktë, por si shembull ka vlerë. Nona Imam Shafiu gjithmonë është interesuar që biri i saj të jetë një studiues i mirëfillt i fesë islame. Dhe është interesuar si nonë, me ato mundësitë e veta me asiguruar mundësinë e mësimit tek dietarë të mëdhenj. Dhe interesant është ka bën shumë kërkesa prej Mekës, është intervenuar te Imam Shafiu, te Imam Maliku, se te Imam Maliku s'ka qenë lehtë me shku më bën nxënës i tij. Është intervenuar nga ana e, më duket mos ka qenë emiri i Mekës që ka kërkuar prej Imam Shafiut, prej Imam Malikut me pranoi Imam Shafiun. Me insistimin e nonës vet. Nona vetë ka thut Imam Maliku, ka qenë i shëndriqëm të Imam Maliku, ka qenë nxënësi më i mirë që Imam Maliku kur s'ka pas kësi nxënës, ka marrë dijen dhe thuhet, kur thomi thuhet, nuk do të thotë të lypim argumente sa është e saktë, se Imam Maliku dihet që ka qenë prej pasonikëve të Medinës, i ka dhënë disa deve me pasuri, dhurat Imam Shafiut për shkak dijes që ka, dhe Imam Shafiu i ka marrë, sipas asaj që tregohet. Mirë po, gjithmonë Imam Shafiu dhe çdo dietar i kanë thënë selam nonës për më u gëzuar, mi treguar që po kthehen prej. Dhe nona e vet ka pas djalin të vetëm. Ka qenë vetme, edhe ai dhe vetëm Imam Shafiun. Çdo ditë po del në hymje të Mekës, po pret kur po i mrin djalit. Se po e din që 2 javë me deve ka mund më zgjat rruga 10 ditë, 12 ditë, mos bëjmë tash vlerësime të udhimit. Dhe kur i vjen, kur e sheh Imam Maliku, Imam Shafiun që mrini me karavanin, para se me hin Mekë, nona e vet tregohet, i thot biri nonës, më tregohet çka janë këto deve. Thot oj non, thot kjo janë dhurat për Imam Malikut që më ka dhënë. Dhurata pranohet. Ka thonë po biri nonës, dhurata pranohet, por unë kur të kam larguar prej Mekës, të kam larguar duar thot, me një qëllim të vetëm me marr dije. E ti më e kthy me duar mbushur, me pasuri, thot unë nuk pranoj ti me shkel Mekën me këtë pasuri. Ose ktheje prap te Imam Maliku, ose jep sadaka, unë duhem u kthy në shtëpinë time, çysh ke dal, ama me dije, jo me pasuri. Dhe tregohet që Imam Maliku, Imam Shafiu thuhet 100 deve barë, që kanë qenë 100 deve janë pasuri, vetëm 100 deve me i mendue si deve janë pasuri, të gjitha i ka dhënë sadaka dhe është kthyer dhe ka hyrë në. Kjo është shembulli i nonës e cila nonat e besimtarëve, nonat e sahabëve, nonat e tabiinëve e kanë pas një rregull. Gjithmonë ju kanë thonë bashortëve vet, fëmijëve vet, atyre që i kanë ushqyer, amani, ne mund durojmë varfnin, mund durojmë urin, ama mos na sillni ushqim haram të shtëpia. Sa mrekulli kishte më qenë të ishin të gjitha nonat e tilla, të kërkonin prej bashortëve, prej fëmijëve që vetëm me ushqim me halal. Domethënë po durojnë urin, ama haram mos na bien të shtëpia. Kjo është ajo edukata që ka ndikuar që edhe Imam Shafiu ta ketë një nonë tillë dhe padyshim se nonat e këtij halali, kësaj kategorie lindin njerëz të vlefshëm. Andaj nga ky shembull, edhe nëse soi sakt, le të jetë një lloj çytje, një lloj se secila nonë mu mundue që me ushqye fëmijën e vet sa më shumë me halal, me shpresë që ka me pas sukses dhe ka me qenë dobishëm ai fëmijë. Mendoj se është qëndrimi bukur për kohën e sotit kur materializmi natyrisht është në rritje dhe lakmia pas materializmit shkon duke u shtuar. Atëherë doktor Flamur, nëse më lejoni të kthehem pak në çështjet personale, mua më kujtohet që ju si nxënës në medrese keni filluar të merreni me usulu fik dhe
po si student në vitet e parë të studimeve, keni botuar librin e parë në shkencën e usul fikut. Tash nuk jam shumë informuar. A mund të llogarisnim librin tuaj si libri i parë në gjuhën shqipe, domethënë pas periudhës së komunizmit? A mund t'ju trajtojmë një Imam Shafi për çështjen e usul? Ja, Imam Shafi shqiptare. S'ka nuk mendohet ajo, edhe në aspektin e dijes jemi larg, shumë larg tjerëve se jo vetëm larg Shafiut, por është fakti i gjallë se aq sa ka qenë i nivelit ulët ai libër, ka qenë i pari në trojet shqiptare që është botuar në gjuhën shqipe, edhe ajo ka qenë nxitje nga profesori që më ka dhënë usuli fik, e më mend në atë kohë na ka dhënë duket me sa e di sigurt na ka dhënë profesori Emin Behrami, Emin Efendi Behrami, që ka qenë kategoria e lartë e dijes, dhe shpresojmë që Allahu xhaleshanu më shpërblyej me të mirat e begatitë e tia. Ai më ka nxit që të merrem me usuli fik, ai më ka dhënë ato pikat e para se çfarë lëndë është usuli fiku, dhe nga ai moment nuk më ka interesuar asgjë veç të merrem me usuli fik. Dhe inshallah kjo do të jetë edhe synimi im deri në vdekje. Andaj me drejt mund të thuhet se libri i parë, aq i thjesht, aq i dobët, aq me të meta, por që i pari është në gjuhën shqipe, ky libër i usuli fikut. Pastaj, sa më kujtoj të keni vazhduar edhe tema e diplomës ka qenë në lëndë. Temën e diplomës e kom pas magistraturës dhe doktoraturës, a mund të trajtoni? Po, e kom pas temën. Çfarë keni trajtuar në ulëmtimet tuaja shkencore? Temën në fakultet e kom pas el fardu min al ahkam teklifie, farzi si një dispozitave obligative në fe, është në usul. Në magistraturë kom pas el ahkamul wad'iyati dhe atharuha fi waqtil muasir, dispozitat pozitive, quhen ato, se bebi shkaku, arsyeja, pengesa, dhe ndikimi tyre në kohën e tashme, ndërsa në doktoraturë kam pas pak më të veçantë, kam pas në usuli fikut el-ikhtilafu bejn el-mu'tazilet wal-jumhur fi ba'd masail al-usul, e kam pas mos pajtimet e mu'tazileve të usuli fikut, jo mu'tazileve të akidës, ta kemi qartë, mu'tazilet e usulit dhe dietarët e usulit katër mëdhëbeve në disa mesele të fikut, mos pajtimet e tyre, këtu jemi munduar mi trajtue dhe këto kanë qenë ato etapat e shkollimit në shkencën e usuli fikut. Gjatë bisedave që kemi patur me imam Ijazetlin, të cilët janë shkollë në sistemin e hershëm, pra kanë përmend se usuli fiku ka qenë lënda e fundit përmes cilës ata edhe kanë përfunduar studimin ose kanë marrë ijazetin. Për ata dhe është përmend se usuli fiku është ilmur rijal. Ilmur rijal, po. Është fakt se në shkollat e hershme, të dëmshme në Ballkan dhe në Turqi, ka qenë për me marrë diplomën akademike të nivelit lartë ijazeti, mund të thonë 2-3 doktoratura mundën me hyjë me një ijazet që kanë pas ata dietar, ata hoxhallar të asaj kohe, gjithmonë prodhimin e fundit e kanë pas me librin Mir'atul Usul fi Sharh Mirqatil Wusul i dietarit të njohur Molla Husrevit Muhammed bin Faramuz, Molla Husrevi është njoft, dhe ky libër kur e ka njoft hoxha këtë libër mirë para komisionit, atëri kanë dhënë ijazetin dhe kanë konsideruar hoxh i cili mund të jep fetva dhe mund të shpjegojë çfarë fetare. Atëherë doktor Framur, ju falenderojmë për këto shpjegime që i bën rreth Imam Shafiut dhe mëdhëbit të tij, dhe natyrisht edhe për përshkrimin pak a shumë të punës suaj shkencore, kështu që i lutem Allahut xhaleshanuhu t'ju shpërblej, sepse mund të themi se jeni nga të paktët në trojet tona që janë marrë thellësisht me këtë shkencë e cila është më të vërtetë e rëndësishme veçantë në fushën e jurisprudencës islame. Atëherë të dashur dëgjues, këtu po e përfundojmë emisionin ton dhe shihemi inshallah në emisionin e radhës me Imam Ahmedin dhe mëdhëbin e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.